Ka ndodhur shpesh që pas emisioneve në Klik në televizionin 21, Afërdita pronarja e televizionit me u afru dhe me pyet a guxon me shku në shtëpi. Ato kanë qenë diskutimet para të zjarta që në një kohë dikush i konsideronte të çmendura. Dhe këto diskutime më kanë ndodhur kur në panel ishte edhe Dritan Selmonaj. Ai ishte i rregullt e unë herë mas here. Dritonin, kolegë të dikurshëm, sonte kam në studio të VV Show bashkë me Visari Mirin. Mirë se erdhe, Dritan. Mirë se gjeta. Kënaqësime që bashkë me juve njerëz shumë vlerësuar dhe të çmuar. Apo të mungon ajo periudhë për të cilën fola? Pak po me të drejtën, por kam përshtypjen që edhe ajo punë kish një farafate skadence nga analiza, nga fjalët, ose dhe nga përpjekja për të diagnostifikuar situatë dhe për të dhënë vlerësimin për një situatë. Po vike koha kur mas ne po dash kemi u përvesh punës dhe me thonë me qenë se qenë kam javë për të diagnostifikuar situatë dhe eventualisht për të vlerësuar situatë. Hajtë provojnë është të rregulloj situatë. Por tash do të them pak që ky 10 vjet që jemi në politikë, normalisht ka shumë faza zhgënimi më pas sepse terreni i vështirë, politika terreni i vështirë. Prandaj mungon pak ajo pjesë, por megjithatë them se sikur jam një realizuar për atë periudhë sa kam qenë, por politika po e shoh që është një terren jo i paparashikueshëm, por shumë kompleks. Dhe nëse nisësh edhe nga mendësia, mentaliteti në Kosovë, i politikë bërje sidomos, shpesh erdhën situata të jo të lakmueshme. Aty s'ke pas shef, ke pas vetën, domethënë trunin tonë, gojën tonë. Ndërkohë në parti politike, në thelb partia politike është diktaturë. Natyrisht jo diktaturë atë që e njohim neve, por ka strukturë, ka organe, ka kryetar, cilave duhet ti nënshtrohesh. Këto rregulla të një partije politike, sa kanë qenë kufizuese për ty? Tani me thonë drejtën, unë kam qenë dikun edhe para se të futem politikë një 10 vjet aktivist i shoqërisë civile dhe nuk jam mësuar me pas shef. Kam qenë gjithmonë, them, shef në aspektet administrative dhe mund të qëlloj dikush, por liria eme individuale është e shajtë dhe nuk provoj për asnjë çmim me delegu lirin time. Ajo që ka ndodhur politik është pak që ti detyrohesh pak natyrisht me vepruar në kornizë. Të kornizohesh pak, por unë kam pasur një betejë tjetër që kam provuar gjithmonë që pavarësia eme mos më cënu. Edhe për këtë kam pagu kosto ko paskohe. Edhe mrena një partie shumë demokratike në Kosovë, si që është LDK-ja. Nëse flasëm për një parti politike demokratike në Kosovë, edhe pse aty përsëri mund diskutohet niveli demokracisë krejt ato, po megjithatë është e vetmja menojune në krahasim me tjerat, por në për asnjë çmim s'kam pranuar me delegu pavarësinë time, sidomos lirinë time personale, mendimin tim. Shpesh herë, ndoshta edhe sot mas 10 vite kur diskutojnë kryesi të partisë, më shohin si njeri shoqërisë civile, si njeri që nuk ndrroj. Unë kur jam futur në politikë kam menuar që eventualisht në vlerë që kam pasur individ shoqërisë civile mund t'ja ofroj LDK-s dhe partisë politike. Po jo partia politike të më tjetërsoj mua, sepse s'kam hi për ashtu. Kam hi eventualisht një vlerë e vogël sa do pak që mund t'jep kontribut, mos me nejt indiferent në këto procese shumë të rëndësishme politike. Ato që ka mund të them si përfundim, unë nuk e shoh partinë politike, nështë krejt si organizim. Diktaturë më duket shumë e rëndë me thonë, po... Diktaturë në mënyrën e funksionimit, por jo në... Një farë hierarkie... Jo në ndërshkim. Po nështë edhe në menaxhim, këtë varet tash edhe se si sjellët kryetari i partisë, por megjithatë unë e shoh dhe vazhdoj me LDK-n si parti politike për fatin e keq më duket e vetmja që mund garantoj konsolidim sovranitetit ton, ecjen ton, e që pjesë e atij konsolidimi janë... Dhe demokracitë vendit. Dhe demokracitë vendit. Unë e shoh për te partisë politike... Nga shoqëria civile në LDK, në listën zgjedhore të LDK-s, deputet, me vonë qeveri, se vend kryeministër,
dhe keni shku deri në shtëpinë e bardhë. Aty ku Albin Kurti, si kryeministër, nuk ka hyrë asnjëherë, aty ku Vjosa Osmani, si presidente, nuk ka hyrë asnjëherë. Ndërkohë, juve ju identifikojnë, ju cilësojnë si të kest politikës, pse ke hyrë në shtëpi të bardhë, keni bë marrëveshje me Amerikën, keni marrë një njohje nga Izraeli, me rëndësishmja e viteve të fundit, dhe këta që nuk kanë hyrë aty dhe kanë derën mbyllën, konsiderohen patriot, si është e mundur. Tani më thonë drejtën, ka pas për viti 2013 një përpjekje, sidomos për viti 2013, ka pas një përpjekje të dikuj, e si duket ka qenë një skenari organizuar, që me fillu një farë mbjellje të idesë anti-amerikanizmit në Kosovë. Dhe për fatin e keq që ja kanë dalë. Unë mendoj që ja kanë dalë, sepse një pjesë e madhe shoqënisë sot, që për një periudhë dikur ka qenë pa imagjinueshme, me mendu që mund të flet dikush, ose ti shef me dilema, sugjerimet, sepse gjithmonë ne kemi pas si sugjerime ato që kanë thënë amerikanët, por që në fakt në fund kanë dalë që të jenë vendime të rëndësishme të përbashkëta. Por nga viti 2013 tutje filloi një farë ushqimi i kontaminuar publik dhe mrena shoqënisë, që edhe Amerikën duhet me pa me rezerva. Fatkeqësisht, sot jemi sipas këtyre. Sipas atyre që e gatuan këtë skenar, dhe për fatin e keq që kanë dalë bukur shumë. Dhe kjo për mua është shqetësimi më i madh. Unë mendoj që aleanca me SBA-t, sidomos, është jetike për ekzistencën e shtetit të Kosovës dhe për konsolidimin e shtetit të Kosovës në tutje. Nuk është ndërvarësi, nuk është servilizëm. Ku jemi me fat që mund të shihemi si aleat të një superfuqie botnore, të një pishtari demokracisë të cilët në botë kanë. Shumë kombe, shumë popuj ndrojnë me pas atë raport me SBA-t, por s'munden, asesi s'munden. Ne e kemi realizu dhe atë vepër kolosale të njerëzve të meqëm këtij veni, me në përkamb dhe me prunu deri në nivel të kontestimit, unë mendoj që është tragjedi për venin. Unë jam krenar që kam qëllu, kam pas fatin që t'jem me kryeministrin Hoti në disa procese, edhe pse në kohë të shkurt, në procese shumë të rëndësishme politike për vendin, me shku deri në shtëpi të bardhë, kemi qenë Kosovë në fakt, s'kemi shku ne, dhe kemi realizuar një marrëveshje, vazhdojmë me nune, që është marrëveshja historike për Kosovën. Por rëndësia e saj, unë mendoj që kanë me kuptu njerëzit në Kosovë kur fillon zbatuari, e për fatin e keq s'po arrin me u zbatu. Betejën më të madhe që kemi sot politike, si klasë politike, mendoj dhe ju si media dhe kushdo që ka pak rol në këtë shoqëni është me dekontaminu këtë fushat që ka qenë e orkestruar me nejon më shumë se 10 vjet në Kosovë. Mendoj se është e gatuar me diku tjetër, Serbi kryesisht. Dhe qarqet anti-Kosovë, anti-shqiptar. Nuk janë brumioni kjo, sepse të ke fundit edhe në traditën e shqiptarit ka qenë vlerësimi për mikun, do me thënë një farë mirënjohje për mikun, po thëmë edhe në vlerë tradicionale zakonore nëse këthemi. E lërë më, kur një natën nuk e kemi ditë, a jemi as jemi nesër më. Dhe nga shtëpia e bardhë, pas disa vjetëve, përfundon në garë për Prizrenin, në vendin tënd, në qytetin tënd, ku je rrit, nuk e dija e lind, por ku je rrit. Nuk jam lind. Të imponua, apo shkove me dëshirë? Ta është në drejtën kështu, është njeri ku të fillon me marrë me jetën publike, politike dhe e vlerëson vetën deri në një fazë që bëra ku arrita, se njeri ka objektivat e veta, se cili në jetë. Unë 3 mandate isha deputet. Arrita për një periudhë shkurt me LTK-s me mrrinje dhe zëvendës kryeministër. Dhe mendoj që u vlerësova shumë prej partisë. Por megjithatë fillova me pa që problemet reale të kësaj shoqënie, problemet e përditshme që i kanë njerëzit, familjet, unë, ti, Visari, ish problem me provu madje me i zgjidh prej perspektivës së kuvendit, së deputet, madje edhe prej perspektivës së zëvendës kryeministrit. Sepse problemet e mëdha, cilat ti ballafaqohesh çdo ditë, i eklipsojnë problemet praktike që njerëzit i kanë. Do të thonë drejtën gjithmonë kam pas qef shumë me marrë me problemet bazike të shoqënisë.
dhe me thonë, si të linë fëmija, cilë është kujdesi shtetit për ta. Rritët, e qëjmë shkollë, qëfar shkollë po ofrojmë, shkon në ambulanta, qëfar shërbimi po ofrojmë, apo e përgatisim atëri për studime si duhet, po shkrim studime, qëfar studime. Studime si kur ky i sotim, që ndarojnë dy shkatrusit e shtetit. Të mërshëm, a ka ujë të pijës, a ka kanalizime venim, qëfar ndodhë me venin tim. Dhe këto ka qenë motivi kryesor. Po me thonë drejten, nuk kisha kon të njoftë kërit problemet themelore në Prizren, edhe pse unë që nga shkolla mesme jam Prizren, për vitit 94. Unë kam lind 15 vjet i kam bërë në Mushtish të Suarikës, më pas kam dalë me shtëpi në Prizren. Dhe prej asoj kohë unë jam marrë me jetën publike, me angazhimin për një pjesë madhe të problemeve në nivel nacional. Unë nuk e kam ditë që Prizreni problemin themelor ka ujin e pijës dhe kanalizimet. A dini ju që ka lagje të tona në Prizren, që ka reduktime dhe 24 orë pa ujë. Lagje të tona. A dini ju sot që që është 24 orë, do me thonë s'ka ujë heq? S'ka ujë heq, do me thonë, tani kur vjen ujë vjen një 3-4 orë, edhe kur vjen 3-4 orë, një 2 orë do të me lanë me rrjedh sepse vjen i turbullt, edhe ndërkohë që Prizreni ka burime edhe për 2 Prizrena tjerë, ka burime natyrore që Zoti ja ka dhënë Prizrenit, sepse ka potencial. Janë 2 burime natyrore shumë afër Prizrenit që e kanë 2 fishin e potencialit sot. Sot i kemi 700 litra për sekond ujë prej burimeve aktuale, e ndërkohë i kemi edhe 2 burime tjera që 1500 litra për sekond ato dyja bashk. Që më ashtu, dhe 700 që bëj 2200 litra për sekond. Edhe për 2 Prizrena tjerë ka ujë. Nuk ka njerëzit ujë në Prizren. Bin 127 kilometra gypa të ujit janë të azbestit. Do më thonë kancerogjen. Kancerogjen. T'ja thamë edhe një të dhanë. Po me gjitha të kjo nuk është kompetencë e komunës. Me gjitha të Prizreni është aksionari kryesor aty, sepse është komuna më e madhe. Ndërkohë me ligjin për qeverisje lokale, kryetari i komunës dhe qeverisja lokale ka obligim me ofru shërbim të ujit. Pavarësisht që është kompetencë e dikujt tjetër, por ka obligim ujin, kanalizimin e këto me i ofru. Po nuk ka pas përkushtim. A dini ju që në Prizren janë disa dhëna në nivel vendi të tmerrshme, që numri më i madh i diagnostifikumve me kancer në nivel vendi po dalin tjerë nga Prizreni. Pse thuhet nga Obiliqi për shembull. Unë po them dhana që i kam nxjerr nga onkologjia, nga reparti i onkologjisë, dalin që dikon pjesa më e madhe e të diagnostifikumve me kancer janë nga Prizreni. Për shkak të ujit? Ajrimi po tash kam filluar me dyshu, mos është uji njëra nga problemet themelore. Mund të jetë diçka tjetër. Po pse s'ka përkushtim të institucioneve lokale me angazhu një institut tek e fundit ndërkombëtar hulumtos, që vjen dhe shërburimin ka po vjen, pse po vjen. Po ne nuk dim, ne nuk kemi sistem të informacionit për pacient. Domethënë ne vdesim pa ditë shkakun për shkafit kemi vdek. Nëse shumë na sot në Prizren 127 kilometra gypa janë të azbestit, dhe një pjesë e madhe e kulmave pullazëve të Prizrenit, Prizrenalive, ishin me solonita që i thëshim në përpara, dhe ato e me përbërjen nga azbesti. Nështë janë burim që të dyjat. Nuk po them me siguri, sepse kjo do në analizë, kjo do në hulumtim, po me gjithate po them i qdashma marë si e dhonë shqetësuese. A dini ju, zoti Vebeqe, ka lagjet të tona në Prizren, që s'kan hiq fare kanalizim. Sallat më të mira, bizneset më të mira, të dasmave në hymjet Prizrenit, që i kanë ka 500-600 persona në një sallë. E shpeshherë ndodhë që e njëjta kompani ka 3 salla me gropa septike janë. Si në shekullin 20. Ato e në hymjet Prizrenit, paguajnë taksat mëdha komunës, gropa septike. S'kan rrjet kanalizimi, s'kan rrjet ujit. Në ato raste kur ka kanalizim, derdhen në 2 drejtime. Një në fshatin Ashes, tjetrin në fshatin Tupec, arave, dhe përfundojnë dikur në Dri. Dhe krejt këto investime, aty kur janë bërë? 2000-2007 kur ka qeverisë LDK-ja. E qemë Kreziu ka qenë kryetar. Prej asaj kohe, nuk ka asnjë investim të vetëm në rregullimin e rrjetit kanalizimit. Po në Prizren po i plehnoj qytetarët, jo, po. A e dini ju, po ju them edhe një argument për kanalizimin. Gjitha fshatrat e regionit të Prevallës, që ngjitemi për Prevallë, janë fshatrat të regionit Zhupës, mbi 25 fshatra. Të gjitha kanalizimet i derdhen në Lumbardh. Kalojnë nëpër qendër qytetit Prizrenit. 1/3 e qytetit
Një treta të qytetit, gjitha kanalizimet e tjerë në Lumbardh. Këto dhona unë nuk i pas në mdit. Problemi dhona të merruse. Problemi, aty ku e kam zoti Vebiç, u dash në 2025 me ardhë drejtori Selmani me i kthy në vëmendje këtë çështje. Nuk është veç Prizreni, se unë mendoj se në përgjithësi në shqiptarët e Kosovës, në ky popull ushtron gjenocid mbi natyrën, mbi lumen, mbi tokën. Dëgjom, ne abuzojmë tokën, nuk e shohim si burim të jetës, po e shohim si burim shkarkimi. Pa e mendu se ka na vjen ushqimi neve, apo ka na vjen ujë pijes. Pajtohem që ne nuk kemi kujdes për natyrën, pajtohem që ne nuk kemi kujdes për lumejt. Por besojmë që Lumbardhi, si në Prizren, si në Pej, që kalon në zemrën e qytetit, nuk është njëri pi lumejve thjesht. Do me thonë është... Për ironi jam në Lumbardh, ndërkohë është lumizi. Fakt po. Do me thonë ne organizojmë festivalin e Dokufestit me skenë improvizuse mbi Lumbardh, organizojmë festivale teatrave mbi Lumbardh, por në Lumbardh na kalon kanalizimi. Dikun ja kemi huq në prioritete, do me thonë, qa kemi ba? Edhe po flas 2025. Visar? Ata thamë vetëm një element, lutem, visoj mëse ne e me knatësi. Uji, kanalizimi, problemi themelor, shumë i madh. Çka ka problemi tjetër? A dini që në Prizren ka shkolla ku me një klasë, në të njëjtën orë, në të njëjtën kohë, mësën klasa parë dhe klasa 3 bashk, klasa 2 dhe klasa 4 bashk. Me një mësus, në të njëjtën kohë, në të njëjtën orë. Mësuesi e dan 15 minuta për klasën e parë, tash ju çta 15 nxonca, A e madhe shtypit, A e vogël e shtypit, B e madhe shtypit, B e vogël e shtypit. Pas 15 minuta thot tash rrini veç pak, i kthehet klasës 3. Cila shkollë është kjo? Në Lukina i Thasit. Dhe unë kam menuar se veç Lukina është kjo, kam shkuar kam vizitu. Edhe 4 fshatra të tjerë në Prizren janë me mësim veçuar të kombinuar. Ç'i bjen? Këta nxonca 2 herë kryen klasën e parë, 2 herë klasën e dytë, 2 herë klasën e tretë, 2 herë klasën e katërt. Shtynë pas ka me pas diçka. Fatkeqësisht dhonat e shekullit kaluam, sepse din shekullin e kaluam ka pas. Tash në Afrikë mund me gjithë. Kanë dalë që mësimet e kombinume nuk janë rezultative. Ata fëmijë nuk kanë performuar asnjë të mirë. Sepse fëmia torturohet, tash merr me fëmijë e klasës 3 me ngu edhe një herë A e madhe e shtypit, B e vogël e shtypit, A e vogël e shtypit. Ndërkohë, fëmia e klasës parë, që sot po i mëson shkronjat e para, torturohet me ndëgju mësimin e klasës 3. Dhe kjo po ndodh në Prizren. Ty besan s'ka për shkollë, që për shembull, a kem patiri ku kam rri. Prandaj po them kanë kthy në problemet reale dhe këto po e kuptoj pse kundër kandidat s'po dalin debate. Do të kemi dalë asnjëherë. Prizreni asnjë debat nuk e ka realizuar. Mendoj që nga frika për të ballafaqur me realitetin e vërtet. 2 kandidat, edhe Shaqirtot edhe Artan Abrashi, refuzojnë, në 6 emisione na kanë dështuar dhe unë mendoj kjo është fymje për njerëzit në Prizren. Me pa, me na krahasu, me na analizu, cili vlejmë, cila platformë politike vlen, por kanë vendosur me ikë. Dhe unë mendoj që kjo ikje duhet të shkohet. Po, që tash po flasim për një prej, mendoj unë, garave shumë të rëndësishme në Kosovë. Prizreni gjithë ka qenë garë rëndësishme. Edhe për shkak që është qytet i madh, pra është qytet. Por te Prizreni më intereson mendimi yt për kandidatin. Po, veç domethënë edhe duke qenë edhe qytet i madh, duke qenë gjithë garë rëndësishme. Pra, gjithë ka pas në Prizreni për shembull është një prej komunave që ka pas transformim të pushtetit. Domethënë, 3 partitë kanë qeverisë Prizren. LDK-ja, PDK-ja edhe vetëvendosje. Mos flas për këto partitë. Edhe pse LDK-ja që 18 vjet nuk është, domethënë prej 2007 po them është një komuna ose ka 10 komuna ku janë konvesh ka 2. Ose një. Tash për drejtonin në një ka rasti me një ke kapacitetet e tij, domethënë edhe kur ka qenë analizë, kur ka qenë në NDI kemi bashkëpunuar me to në kuvend atëherë, kemi qenë bashkë koleg deputet për një kohë. Po, fal. Edhe pastaj natyrisht në jetën e tij publike dhe kam vlerësim, domethënë për to, mendoj që për shembull drejtoni është një prej atyre figurave, i cili kur ka qenë zëvendës kryeminist, ka qenë një prej më të goditurve nga vetëvendosja për diçka që ky s'ka bo. Pra ja kanë projektuar një faj që s'ka bo hiç, edhe pastaj kanë godit çat projektim të tyre. Absolutisht. Po mendoj që nëse këta qeveria Holti mendoj që është një prej qeverive më të keq kuptuara në Kosovë. Domethënë qeveria për të cilën më shumti është fol keq, a me hime analizues mos më gjet një të keq. Me përjashtim ajo vota kuvendit aty që erëzoi pastaj gjyka kushtuese, që nuk është faj i qeverisë, ajo është faj i procedurave që kanë lënë një deputet.
që kanë lënë deputet që kanë dënuar për më u certifikuesin që s'është atë faj kuvendit, ku të kështu realistët. Në këtë drejtim, domethënë tash për shembull na kemi një situatë mos i folet më herët. Tash së fundi na kemi pasur krejt përfshi Vjosa Osmanin dhe Albin Kurti flasin për marrëveshje në Washington. Dy persona të cilët kanë çmos e kanë thonë gjithçka kundër asaj marrëveshje. Për gjithçka kanë thonë është tradhti kombëtar, është kjo është ajo. Edhe po kanë thonë jo, megjithatë ka qenë marrëveshje e mirë. Tash unë mendoj që për shembull duhet me pas një përgjegjësi publike në Kosovë. Që dush mund kallëzu mu, a kur ke thonë që është marrëveshje tradhti, ke pas gabim a që tash i ka flet pa. Se këtu është bën një farë norme që unë mendoj që duhet me luftu me çdo kusht. Edhe mendoj që angazhimi publik, qoftë në rrafshin politik, si kur drejtohen, qoftë në rrafshin tonë si komentator politik, duhet me luftu një tendencë që është shumë e rrezikshme. E ajo është lehtësia me cilën na i veshim faj gati se dhe i bojmë proces gjyqësor njërin publik. Pa e pas asat drejt e asat kompetencë. Dalim edhe shpallim njërin kriminal, tradhtar, armik e kështu me radhë, edhe s'ki nevojë për me argumentuar. Edhe me këtë fjalinë e famshme këtë bota e din. Kjo është përbëndimi tam, kjo është të mëshme. Për vajnjonin e natë, me thonë, krejt e dim për ty. E tash këtu kanë ra, do me thonë, kjo është në vesh shumë politikanë. Dhe tash unë e kom pa, për shembull që shpo funksionon fatkeqësisht opinioni publik, është kur pe ndërton një perceptim tazëm negativ për personin cili të qoftë individin, pastaj kushdo që e sulmon atë individin me çfarë dushjare po bëhet e pranueshme. Edhe mendoj që nëse na shkojmë me këtë logjik, edhe e çojmë deri në ekstrem, në skenën publike në Kosovë nuk ka më met asnjë njeri i ndash. Se secilin jem të akuzuar për gjithçka. E mirë shkon që kjo mund ndaj. Tash, pse unë mendoj për shembull që megjithatë ka shpresë këtë vend. Se e kom pa që në nivel lokal në shumicën e rasteve, jo në gjitha, ka megjithatë një maturi. Pra është arrit një maturi në të cilën kandidatët debatojnë, përfaqësojnë projektet e tyre, tregojnë që ata e shohin qytetin, komunën e tyre. Po mirë, po edhe se debati është edhe nga distanca, domethënë, nëse nuk dalin krejt bashkë, po del drejtoni këtu, del shaqiri në një emision tjetër kështu me radhë, e kom pasur që megjithatë insistimi ose fokusi në nivel lokal është ka mbahet e projektit, që është mirë, sepse qytetarët e Prizrenit në këtë rast duhet me ditë për shembull nëse fiton drejtoni çka ka me bëu me komunën, nëse fiton shaqiri çka ka me bëu me komunën, nëse fiton Artani çka ka me bëu me komunën. Në fund çajo është interesant. Po e kemi tendencën e vazhdueshme të nivelit qendror e të Albin Kurtit mas shumti mos me lën këtë diskutim. Do të thonë se cilën deklaratë që e ka ai, do të më zhvendos diskutimin tjetër kot. Hajde të mos flasim për zgjedhje lokale. E ti dush me shtru pyetjen shumë logjike, pse mos me fol për zgjedhje lokale? Pse mos me fol Artan Abrashi prezident ose drejton Selmana prezident, çka do të më bëjë me Prizrenin? Pse po do më mujt çka çto të kallzon për çka? Në që drejtim unë mendoj që kjo është një farë faktori i cili po e pengon shumë procesin, që shkëndesh me qenë proces demokratik, i garës, konkurrentëve, të cilë nuk e shohin njërin tjetrin se janë miq. Ne mendoj që kjo është arrit deri diku drejton me kalimin e kohës, me 100.000 pengesa në mes të dy partive më të mëdha të botë, pra PDK-s dhe LDK-s, derisa pastaj vetëvendosja, pra përfshimu. Që e prishi këtë mashallah. Po bën edhe vetë kritik, ku ka ndërhyr në skenën publike me çet mendësi, si me thonë, regresive, do ta quaja. Hajde prapë të shpallim armiqë dhe tradhtar. Mirë po, të kthehemi zgjedhjeve lokale, se me që, dhe me thonë një mblej për ata. Tash, drejton, dy gjëra i kam që cilat si komente dhe si pyetje e para është që, dhe me thonë, LDK-ja, edhe pse nuk ka qeverisë, natyrisht me Prizrenin, nuk ka qenë partije parëndësishme në Prizren, asnjëherë. Përfshi në këtë mandatin e fundit, do me thonë asambleje kështu me radhë, edhe shumë për këtyre problemeve që ti e përmend që probleme të mëdha, natyrisht janë edhe probleme historike. Pra është problem për shkak të jam vesh ne, tazëm mungesën e kanalizimit, mungesën e ujit pijës, një kryetarit të caktuar. Po është si vazhdimsi që është jashtëzakonisht problematike dhe fatkeqësisht nuk është vetëm për Prizrenin, çfarë do të thonë. Mirë po për që duhet më usanu, do të thonë, nuk mendoj që na kemi luksin tash me vazhdu gjithë kështu dhe me thonë jo se kanë drejtë ata këtë kalum këtë s'pe drejtë jason. Në që drejtim do të thonë cili ka qenë roli i LDK-s në këtë, po them nuk po flas si rol qeverisës, dhe e dyta është që për sa i përket tash garës aktuale në të cilën jemi. Unë nuk e di se si ka me shkuar të rezultati, natyrisht, në fund qytetarët e Prizrenit do të vendosin për atë punë, po më intereson mendimi yt
a ka me prodhu gara si e tillë, edhe a ta mërmenja që ka potencial gara si e tillë me provu me gjithatë përmirësim të politikës. Sepse kur je në një situatë edhe si kryetar komune që nesër ti fiton të ballafaqohesh me dy kryetar tjerë të cilët kanë pas programe dhe kërkesa, edhe opozitarizmi në atë nivel pastaj mundet edhe ty më të kontribu pozitivisht si kritikë konstruktive, për shembull si kryetar komune ose Shaqirit ose Artanit, sikur të fiton. Faleminderit shumë Visar. Tani e para duhet me konstatu një fakt, LDK-ja për viti 2007 nuk është pushtet. Prezident, është menaxhu prej Qerem Kryezyut dhe LDK-s 2007. Dhe gjitha projektet madhore për Prizrenin, edhe rrugët që sot ekzistojnë në Prizren, janë si rezultati kohës të Qeremit, ose projektet e Qerem Kryezyut dhe të LDK-s të asoj kohë. Çka do që është bë, edhe identifikim burimeve të ujit, por edhe kanalizimet që janë ndërtu, janë të kohës e Qerem Kryezyut. Dhe prej asoj kohë, 18 vjet, në Prizren nuk ka ndodhur asnjë projekt i madh kapital. Dhe tash e pranojnë edhe kundër shtartë. Dhe po flasim për një periudhë kur 700.000 euro i ka pas buxhet për investime kapitale, zoti Kryeziu. Sot Prizreni ka 75 milion euro buxhet vjetor. Jo krejt për investime kapitale, për 75 si tërsi. Dhe i bjen për 4 vjet 300 milion. Pa në fond ndërkombëtar, pa në absorbim të një fondi dhe mëse rezultati donatorëve. 300 milion euro. Dhe unë, në këtë 18 vjet, kam menaxhu PDK-ja. 14 vjet PDK-ja dhe 4 vjet vetëvendosje. Dhe tani kur unë kthehem në situatën kur duhet me u marr dhe duhet me u kthy në vitin 2008 të problemeve reale aty, ku i kalon LDK-ja, atëherë flet që ka dështu totalisht logjika e qeverisë në Prizren. Domethënë, unë i mirëkuptoj gjëra që s'mund të bëhen, absolutisht. Dhe kom provu edhe gjatë kësaj kohe fushat me vendos një standard 3, kam dalë 5 ditë para se me fillu fushata me program. Fatkeqësisht ata s'kan program fare. Unë që t'javën e fundit po isha me disa ide që janë shumë gjashme me të mijat, domethënë nuk kanë dalë me program. Po mendoj që ka koha me vendos njerëz në bazë programeve, në bazë platforma politike, por ky standard akoma ndoshta nuk është krejt i etabluar atje. Prandaj LDK-ja, unë kam problem të marr fajin për 18 vjeçin, për shkak sepse nuk kemi qenë në qeverisje. Por, a kam të drejtë me kritiku me absolutizëm? Po, sepse përsëri po do të me folë për problemet bazike të kryeqytetit shpirtëror shqiptarëve. Ndërkohë ne flasim ton ditën epitete të larta e kryeqytetit shpirtëror shqiptarëve, po vinë turistat, po vinë ato, ama s'kemi kanalizime, pas kena ujë të pijes. Qa të vynë ty turisti kur s'ki kanalizim? Qa të vynë ty turisti kur hinë në hotel ai miladur dhe s'ka ujë? Qa të vynë ty turisti ose dikush me vlerësu Prizrenin se si po ecën kur mësimi është si në shekullin 19 ose dikun në venet jo që janë zhvillim, por nështë jetojnë bashkësit parë primitive. Logjika zhvillimore Prizrenit ka mungu. Dhe unë pe godas, pe kritikoj fuqishëm se si ka qenë ka që varfën logjika qeverisë. Pse ka që varfën ide? Pse ka që varfën në përkushtim për t'i dhënë zgjidhje situata. Ne kemi nevojë për gjithçka, kemi nevojë edhe për festivale të rëndësishme, për Rockfest, për Dokufest, krejt kemi nevojë për ato. Po për veç njëherë bim ujë të pi, masani shkojnë në festival. Ndërheq me kanalizimin, masani të vinë festival. Ndërheq me arsimin, masani të vinë festival. Krejt këto gjona kemi mujt me i bë, dhe nuk i kemi bë. Prandaj unë krejt çka po them dashim, jam detyruar të kthehem në problemet bazike të Prizrenit, pa i lënë anash projekte të mëdha. Dhe kur po flas për projekte të mëdha, ata po më shiqojnë kështu po thonë ide futuristike. O nuk është ide futuristike me menu me ndërtu sistemin e ngrohjes qendrore në Prizren. S'ka Prizren ngrohje qendrore. Në vitet e 70-ta ka pas ide se si me u bë ngrohje qendrore në Prizren, 2025 s'flet kush. Dhe unë po duam me bë. Nuk po them që e bëj për 4 vite. Po hajde të fillojmë, ta menojmë me sistemin e ngrohjes qendrore, a dojmë shku me reciklim betorinave, që kemi fabrikën, që kemi deponinë të mëshme në Lëndëric. E ki këtu në program, ndërkohë nuk tregon se si kime bë. Sakt. I kemi dy mundësi, dhe këto po provojmë me sqaru. Janë dy mundësi, ka studime të Fondit Monetar Ndërkombëtar, thot mundet me reciklim të mbetorinave, po thot mundet edhe me ndërtimin e një centrali solar. Një hapësinë ku komuna jep në dispozicion dikujt dhe më pas ti vendos panelet solare dhe së rezultati i paneleve solare akumulohet energjia edhe në bateri dhe ti mundesh me shfrytzu ato për ngrohje qendrore. Unë kam thonë, nuk e kemi zgjedhë cilin mënyrë, por që do ta bëjmë.
A do të hi me partneritet publiko-privat? Po, Prizreni fatkeqësisht, asnjë projekt të vetëm nuk e ka që 25 vjet me PPP. Ndërkohë që unë mendoj që është baza themelore e zhvillimit e krejt qytetit në Kosovë. Po dojmë 5 parkingje notoksore me PPP mi bë. Po dojmë sallën e re sportive me standardet FIBA-s me PPP me bë. Po dojmë ngrohje çadrore me partneritet publiko-privat me bë. Pse mi harxhu parët tona? Parët tona do t'i shtim në funksion të rritjes cilësisë, në arsim, në shëndetësi, në kudo tjetër që ka nevojë. Të tham veç një paradoks. Përderisa unë po flas që ka shkolla në Prizren që mësojnë klasë e para dhe e treta bashk, në të njëjtën kohë kur unë po flas për këto, ka fshatra ku po ndërtohet shkolla 1 milion euro vlerë. Dhe unë e kam pyet, sa nxënësa po regjistrohen si vjet në shkollë? 3 nxënësa. Për 3 nxënësa ti ndërton shkollën 1 milion euro, e ndërkohë në shkollë në fshatin tjetër detyrohen fëmia me mësu në të njëjtën kohë. Prandaj po them, ka një shkarje logjike të prioriteteve për zhvillimin e Prizrenit. Edhe unë po du me nal këtë trend. Po du me i dhënë e para, zgjidhje probleme bazike, e që jam i sigurt që mas 4 vjetë s'kemi me folma për kanalizim dhe për ujtëpijes. E di që ka kosto kjo punë, ka kosto, edhe politikanë zakonisht nuk kanë qef me e bë punë që mbulohen me dhejë, sepse kanalizimi i kushton 25 milion euro, krejt çto që po i thamon, dhe në fund mbulohet me dhejë dhe harrohet. Por pa i bërë çto, s'mund të ecim në hapin tjetër të zhvillimit të Prizrenit. A ka Prizreni potencial për me u shëndru, jo qendra e dytë ma zhvilluar ekonomike në Kosovë. Unë jam i sigurt që mund të konkurroj Prishtinës dhe nashta edhe Selanikut e vendeve tjera për potencën që e ka për të absorbu turista. Turizmin malor të jashtëzakonshëm me prevall, turizmin kulturor me objektet e kultit dhe të trashëgimisë kulturore, po pse jo edhe turizmin ujor që ne kemi në plan të më ndërtu edhe pende në liçenin e Vërmicës, se liçeni i Vërmicës me mbet i mbushur gjithmonë. Domethënë, ide inovative, se si e shumë i Prizreni ndoshta jo për një mandat, po për dekada, ndoshta për një shekull, jem të i bë. E kemi projektuar veç edhe një element, është projekti i madh, unazën e madhe të qytetit. Nuk ka qytet të madh në botë dhe qytet të mesëm në botë që nuk i ka atë mozaikun infrastrukturor të rrugëve, ku e ka unazën e mesme, unazën e jashtme, për shkak të me u lehtu qarkullimi i automjetëve. A di çka ka sot Prizreni? Veç unazën e brendshme të qytetit që po ashtu është ndërtuar në vitin 2000-2006. Në program. Ne tash kemi projekt, edhe unazën e mesme, dhe unazën e jashtme, shifra të mëdha, 210 milion euro, por ato s'bën me parat komunës. Në programin e juaj zoti Selmanaj, e keni të detajume projektet. Natyrisht janë gjithçka, po një farë lloj sinopsisi se çka keni me bo. Po këto ne nuk shoh që ka as vlera buxhetore, sa kushton 1, 2, 3, dhe as burimi i financimit të këtyre projekteve. Pa çka në projekte të caktuara ish dashur me pas në detaje, nëse të më flet mu për liçenin e Vërmicës, për çka do të flasim tash, me na tregu sa na kushton kjo, dhe cili është burimi i financimit. Sepse shumë projekte janë të lidhura me qeverinë e Kosovës, ndërkohë e kin në pushtet apo mundesh me pas në pushtet në albin tjetër, dhe i bllokon komunat cilat nuk qeveris partia e tij. Dhe këto pastaj po ju faturohen kryetarëve, të cilët në fund të mandatit dalin ankohen thonë na ka bllokuar qeveria. A ka rrezik një gjë e tillë me ndodh Prizrenit? Sepse mund tjetë nëse jo Albin Kurti dhe uraj që mos tjetë mu Albin Kurti kur kryeministër, mund tjetë një Albin tjetërve, i cili nuk da ty, nuk i pëlqen se si dukesh, apo si flet, apo si... Keni drejt për dy çështje zoti Vebi. Tani t'ju them drejtën, unë në program nuk i kam vendos vlerat orientuese monetare, por i kemi të detajuar. Për secilin projekt flas që tash. Do me thonë, normalisht jam vlera orientuese, s'mundem me ditë ato me saktësi. Për shembull, ne kemi 5 Mirë është me ditë, a financon BE-a, a financon qeveria amerikane, Belgia, komuna e Prizrenit, apo... Tash them, qendrën e re sportive, Prizren, me standardet FIBA-s, ku përfshihet edhe një pishinë olimpike dhe 4 terrene sportive të tenisit. Vlera 19 milion euro. S'doj me ba me parat komunës, me partneritet publiko-privat. Token e komunës, investimi i investitorit potencial që mundet me qenë. Kanë interes të jashtëzakonshëm, dhe bizneset lokale,
Unë mendoj që ndërkombëtare, po besoj lokale. Ne zgjidhim këtë problem me bizneset lokale. Kanë interese të mëdha me ba, sepse salla sportive në Prizren sot ku kemi se zair rrojnë 50 klube operojnë aty, miliona investimi janë ba, prapë punon nxemja, nuk punon ventilimi, ndërkohë që bashkimi i Prizrenit ka me prunë si bonën me 15 tetor në Prizren. Ka hyrë në grupe në kampionatin evropian, është kualifiku. Dhe ty të vjen si bona aty, ti s'ki ventilim, s'ki ngroje, s'ki ftoje, e po dojmë një me ndërtu një diçka cilët unë nuk ja parët e komunës për këtë, për ju them, 19 milion euro kostoja me partneritet publiko-privat. Çka përfiton partneri privat? Partneri... Sepse unë supozoj që nëse hyn në një projekt publiko-privat dhe ki palestër sportive aty, logjika thotë se duhet jetë një lloj qendre tregtare. Me dyqane, me restorane, me gjitha këto, në mënyrë që t'i kthehet investimi aty. Se nga biletat nuk i nxjerr para. Sakt. Nuk ka asnjë kuptim që na tash me fillu me diskutu a fiton biznesi. Po ka me fitu. Dhe duhet me fitu. Ai vjen për me fitu. Por fiton në interesi publik. Sepse unë mendoj që aty kanë me zhvilluar ndeshjet edhe partij bashkimit dhe klubeve që operojnë në Prizren. Kanë me ardhur ndoshta edhe klube tjera. Jo vetëm për biletave. Tashti, kur të fillon kontrata koncesionare që i quajnë vëllezërit tonë nga Shqipëria ose partneritetit, i vendosti kriteret. A mund të jetë në restoran i vogël, a mund të jetë në kull që bëhet, që mund të jetë hotel. Krejt është çështje e negociueshme kjo. Por që ka me fitu privati, po qysh jo. Edhe du të me pa këto si të mirë, jo si të keqe. Stadionin Shqipnisë, do është më i mirë në Ballkan. Është dhënë me pi. Është dhënë toka, e ka bëni kullaj dhe e ka bë hotel aty. Nuk e di as Sheratoni cili është, ka ardhur aty. Po është stadioni më i mirë në Ballkan. Pse mos bëjmë edhe ne këto? Dhe unë po them, kemi me i bë shumë projekte. Këtë sallën sportive. 5 parkingje nëntoksore. I kemi projektu venet, i kemi marrë me gjeodet dhe kemi marrë përfundim. Shifra dikoni 5 parkingjeve nëntoksore që bjen dikon 2390 parkingje, është afër 30 milion euro. Liçenin e Vërmicës e keni përmendur. Liçenin e Vërmicës. Jo kam dëgju. Liçeni i Vërmicës i nënshtrohet ligjeve ndërkombëtare të trajtimit të ujrave. Po ashtu ekziston edhe një marrëveshje e Jugosllavisë me Shqipërinë, se çka mund të bëjmë ne në këtë pjesë. Sakt. A kemi të drejtë ne të ndërhyjmë, ndonë se është në territorin tonë, derisa kina një marrëveshje me Shqipërinë dhe janë ligjet ndërkombëtare. Bile këtë pjesën je mirë për shkak të liçenit Ujmanit që është diskutuar në shtëpinë e Varfër. Tash ju them kështu. Kosova përgjithsisht është e varfër me ujëra. Shumë e varfër. Më e varfër në rajon. Në rajon. Dhe në vitin 2020, sa ne kemi qenë në qeveri me zotin Hoti, dhe unë shkoj në cilësinë e zëvendëskryeministrit dhe takova me ministrin e ambientit të Shqipërisë. Pikërisht për këtë punë. Sepse unë nuk kam menuar për Prizrenin vetëm si region, po unë mendoj që ai shndrohet një atraksion jashtëzakonshëm turistik për komplet rrafshin e Dugaxhinit. Dhe kam shku bisedime. Ka një marrëveshje mes Republikës Shqipërisë dhe Republikës Federative të Jugosllavisë asaj kohe, i nënshtrohet konventave ndërkombëtare për menaxhimin e ujërave, krejt këto. Por besomni që nuk ka pas refuzim të madh të Shqipërisë për ta diskutuar këtë çështje në raport me Kosovën. Çka i bjen? Ajo punë nuk bëhet për komunës. Pa hyrë qeverit në marrëveshje reciproke nuk bëhet ajo. Megjithatë ki premtim komunal. Jo. Unë kam thënë kështu. Ne do të angazhohemi, sepse unë kam premtime aty për shembull për Onazën e Madhe, qytetit 210 milion euro që komuna 20 vjet i ban për menaxhet. Unë të mendosh si përparim Ramës në këtë. Po, tash nga këto pengesa të nivelit qendror për tekje personale janë të parashikueshme gjithmonë, gjithçka mund ndodhë te ne, se Ballkan drejton. Prandaj theksova në fillim se keni të çmendur në qeveri, i cili pastaj çmend të gjithë. Por unë çka kam thënë, nuk kam thënë se e bëjmë për 4 vjet këtë punë. As për Onazën, as për këto. Këto janë projekte të cilat ne duhet me synu me i bë. Unë për çështjen e pendës kam u angazhu maksimalisht me institucionet shtetërore të Kosovës dhe me iniciativën time personale, me shkollën në Shqipëri dhe me ullë dhe me rishiku marrëveshjen sepse rrjedha natyrshme ujit ka me vazhdu prapë dhe letmetët pendat që e ka Shqipëria atje, por Kosova ta ndërtoi një pend që mund mos jetë maksimale, po deri në nivel që gjithmonë me met me uja e pjesë. E më pas ne me shfrytzu ato. Edhe për ujë të vadës, me shfrytzu, edhe për një fshat turistik për rreth, edhe kur të mushet, kur të rënë gjithmonë i mbushur, i kthehet edhe nami i një fshati tjetër që ka pas epitetin e fshatit turistik në Prizren është Nasheci.
Ka plot vikendica të viteve 80-70 kur krejt Prizreni kanë pas vikendica ku kanë jetuar atje. Po sot nuk shkojnë aty pse? Sepse kanalizimi, ujërat e zeza derdhen aty. Ku ndërmon arave të nashetsta. Një dy çështje, më fal Visar. Të gjitha janë të kostume, orientimisht, gjithmonë flas. Pikat kryesore, çka kam pa unë e ki ujin, e ki kanalizimin, e ki arsimin, gjendjen në shkolla, e ki degradimin urban dhe pra këto janë kryesorët. Po keni bërë, e keni theksu në vazhdimsi që Prizreni aktualisht qeveriset edhe prej njerëzve me akt akuza, me dënime, me vepra penale. Faleminderit shumë VB për pyetjen. Dhe dyta është, kjo lidhet natyrisht me atë që ju flisni dhe e quani degradimi urban. Pra akuzat lidhen me këtë që ju e quani degradimi urban, se unë nuk mund të them që është degradim urban, se nuk e di. Unë e shoh që po ndërtohet gjithandej edhe kjo është diçka e mirë, por në atë ndërtim nuk është që kam shumë njëri. Çka është puna e këtyne dyjave? Tani më ju thonë kështu. E thash disa herë që 18 vite qeverisë, 14 vite PDK-ja, 4 vite vetëvendosje. Po çfarë është një fenomen në Prizren? Që 18 vite Prizreni asnjëherë nuk është udhëheq për njerëzve që i fitojnë zgjedhjet. Çka i bjen? Nuk ka qenë kryetar komune real, them kuptimin e plot fjalës të vendimarrjes. As Ramadan Muja, as Mytahera Skuka, fatkeqësisht as Shaqir Totaj. Janë grupe njerëzish, grupe të interesit. Po gjithandej ndodh drejton? Jo, nuk është kështu. Jo, besomni që nuk është kështu. Nuk them që kryetar tjerë nuk hynë në matematika të tilla me grupet e caktuara të interesit. Po Prizren. E ke fjalën për rezultatin e parë zgjedhor dhe finalin? Apo Jo, kam komplet qeverisin. Do të komplet qeverisja në kohën e Ramadan Mujës nuk ka vendos Ramadan Muja për Prizrenin. Kanë qenë 2-3 persona tjerë që me emra fliten Prizren. Do nuk kjo sekret publik Prizren. Mytahera Skuka nuk ka qenë kryetar komune i zgjedhur po shefja kabinetit ti ka qenë udhëheqësja kryesore e komunës Prizrenit. Për vendimarrje, qoftë urban, qoftë të për me marrë një leje të rëndësishme, ose një punë të madhe me kryen Prizren, s'ke mujt me Mytaherin me kry. U dash me shku të shefja kabinetit me kry. Fatkeqësisht, e njëjta gjë me Shaqir Totaj. Shaqir Totaj është vetëm për studio televizive, edhe eventualisht për show basket edhe në bicikëll. Nuk vendos Shaqir Totaj në Prizren. kush vendos? Vendosin 2-3 njerëz shumë fuqishëm Prizren. Kush janë ata? Nuk po i tham sot me emra, por janë edhe ndërtues, janë edhe drejtora komunë aty, që ata vendosin gjithçka, edhe për degradimin urban Prizren. Edhe për me marrë ka 2-3 paleje, edhe për me marrë bonuse në ndërtim, mungesë të rregullores për bonuse. Edhe për me shpërnda, edhe për me marrë nër tavolinë e përmi tavolinë. Nuk vendosë Shaqir Totaj në Prizren për Prizrenin. Dhe kjo është fatkeqësi, kjo tragjedi unë menoj për 18 vjet Prizren. Prandaj po flasim për mungesë ujit pijes. Prandaj po flasim për këto gjëra. Sepse tek e fundit dështimi ka emën. Okej, kryetari i komunës kjo. Jo. Shaqir Totaj ka dështu, a di pse? Sepse e ka shit dinjitetin e vet. Nuk vendosë Shaqir Totaj, besomni, për punën, a di çfarë vendosë Shaqir Totaj? Për Rokfestin, punësimin e djalit, punësimin e res, që i ka bë vet. Eventualisht në punësim të vogël diçka. Jo, për 75 milion si menaxhohen Prizren, është dikush tjetër. Ose 300 milion, është dikush tjetër. Pse ki as 50 metra vija ajrore në Prizren ku 2 kat janë ndërtu pa leje me një vendim për bonuse, pas ka rregullore të bonuseve. Edhe në të raste kur ipen bonuset, ku ka rregullore të bonuseve komuna tjera, ideja është unë t'jap kryetar degë, pse s'keni bë kallëzim penal? Pse s'keni qenë prokuror? Ka kallëzime penale. Unë kam bërë 3 kallëzime penale. Okej. Edhe për fatin e keq, duhet ta them. Tash kam shpresë se është ndrokur e prokurori në Prizren. Po prokurori që i ka pas 3 lanë të mia të trija, i ka hudh poshtë si e ka pas që LDK i ka thënë dritën Selmane. Dhe unë kam bën në apel ankesë. Apeli ja ka kthy njënën për tyne që ka bazë të fuqishme, po që ato 2 tjerat lidheshin me të parën. Po shpresoj, mas 3 vjetë, se që 3 vjetë kam bërë këtë, po shpresoj që kryeprokurori Petrit Kryezio, për që në kam vlerësime maksimale, mund ta merr seriozisht këtë punë. Prokurori i çështjes që ka qenë atëherë, ka qenë krejtësisht
në funksion të PDK-s dhe grupeve caktuar të interesit. 3 kallëzime penale i kanë bërë emër të PDK-s. Që ishte? Admir Shala? Jo, është një Gens Nigja. Gens Nigja. Fatkeqësisht 3 kallëzimet e mia penale ka hullë si e ka pa emrin dhe mbiemrin. Kjo tragjedi për Kosovë. Tani gjatë gjithë mlidhen kështu me debatim. Jo, një pjesë e madhe, fatkeqësisht, një pjesë e madhe prokurorëve kanë qenë të tillë. Por tash unë po e shoh me shpreh situatën, me thënë drejtën, sepse muj me kritikua edhe këtë. Por lëvizjet e fundit më japin me besu që atje ka mundësi për mu kthyer rendit dhe ligji. Prandaj unë mendoj që mas 18 vjetë, çfarë do dështimi nesër që ka me pas drejtën Selmanaj? Po çfarë do suksesi? Drejtën Selmanaj kam i marrë ato. S'keni me njoft shefin e kabinetit jo. Drejtorat kanë me kry punët e veta, ama unë i vitoj zgjedhjet. Drejtori i vitoj zgjedhjet. Mesar, kemi afro fundit. Po që tash hedhëm në terren tjetër që nuk e lë bashkëmirë, domethënë çështja e drejtësisë kështu, po çfarë do të thonë është që unë megjithatë mendoj që duhet pak me në fushat sparin nuk është mirë me dhënë premtime të cilat nuk janë përgjegjësi e komunës, sepse pastaj të veshët si dështim pa e pas do në zemër fajin. Na shohim në gjitha komunat, pak a shumë, po në komunat e mëdha veçanërisht kjo ka qenë e vreshme shumë. Domethënë që ka projekte të caktuara që s'ka mujt më kry jo për fajin e kryetarit të komunës, por për shkak të bllokimin nga qeveria, ku ta diun gjëra tjera. Tash edhe sanksioneve. Tash kjo rreziku është që ose fatkeqësisht rreziku është që kjo ka më bë makese jo më mirë në këtë drejtim. E dyta është që domethënë për sa i përket tash për Izraelit për shembull, unë kam pa që ta zëm perceptimi që është për kryetarin e komunës, për shaqirtues, në bazë të raporteve, vlerësimeve kështu me radhë, është pozitiv në kuptimin e projekteve të rëndësishme që i ka kryej, e të cilët për qytetarët supozoj që janë, nuk e di, nuk fol me qytetarët, por po them kur shikuar nga jashtë, për shembull Shadër Vanin, për shembull të premtimet zotime që i ka dhënë të cilat sipas gapit janë të përmbushura e kështu me radhë. Dhe në këtë drejtim çka mua më duket interesant drejton është që natyrisht, domethënë me kuptoj që nga politike kë kandidati për kryetar ka me i gjetë ato që janë për të vërejtur si dështime të qeverisës, në mënyrë që me uzëtu që ka me i përmirësu, për shembull, që kanalizimi s'është investu, unë kam investu, ujpjes s'është investu, unë kam investu, vetëm se çka mu ka duk, edhe më duket hala e rëndësishme, prandaj përmend në fillim është që kur flasim për projekte, megjithatë me fol për brenda racionalitetit institucional. Pse unë i vlerësoj njerëzit që kanë përvojën institucionale, siç është edhe drejtori në këtë rast, është që këta kur flasin duke e ditë se çka nuk kupton institucioni. Për dallim për do kandidatëve në të kaluar dhe në të tashmen, të cilë dalin dhe flasin pa e di çka është institucioni. Tash po e marr shembullin më të keq, edhe pse nuk po të krahasoj, mos më keq kupto. Shembulli më i keq për mendimin tim është lëvizja vendosur. Pse? Sepse ka dhënë gjëra, edhe ka fol gjëra për Kosovën, për klasë nivel qendror, jo nivel lokal, të cilat kur ka në institucione ka kuptuar që ose s'mundet, ose s'din, ose s'buhen. Në që drejtim mendoj unë që Kosova në krejt, jo Prizreni, krejt Kosova, i shkondesht me shku drejt menaxhimit të qeverisës, pra me pas qeverisë më të mira, po drejton diçka që unë kam shumë për zemër, edhe menaxhimit pritjeve. So mendoj që na kena bërë një gabim tjetër. I kena rrit pritjet e qytetarëve në mënyrë artificiale dhe sot qytetarët kanë pritje për pushtetin që si shkondesht me i pas. Për shembull, që shto e ma ankesën e bërllohur, do thotë pse s'po mnal komuna me gjujt, pse s'po mnal komuna me gjujt, bëmë se gjujt. Sakt. Më fal, se mund të ma përmendja tas. Unë jam shumë i kujdesshëm vërtet në ato që premtoj dhe e kam konsultuar shumë afër edhe pjesë e madhe të projekteve ish kryeministri Hoti si ekonomist mi ka kostu. Domethënë ekonomistët më të mirë të LDK-s i kam angazhuar për Prizren. Dhe më kanë ndihmuar shumë. Nuk premtoj ato që s'unë bëj, nuk premtoj ato që nuk varet nga unë, çka kam dashur me pendën, kam dashur me hapak vizion. Me hapak vizion sepse unë nuk e keni idenë sa shumë reduktu politik bamja në Prizren. Domethënë e kemi shikon me qenë komuna një komunë e vogël Prizreni. Jem të vol hiç kocka, shtro kocka. Hiç asfalt, shtro asfalt. 3 herë kemi shtruar çdo vit të njëjtën rrugë. Domethënë nuk guxon Prizreni më reduktu këtu. Nuk kjo varfëni një idesh për zhvillimin e Prizrenit duhet më unal, duhet më bosta. Prandaj e kanë futur edhe ato me thonë që vizioni është ky. Bila çka po them në përfushat. Mar kur ju thoshte Ibrahim Rugova 90, 92, 93, kena me bë autostradën Prishtinë-Durrës, qeshnit me te. Po ja që sot është realitet. Janë do gjona që nështë edhe shprehin vizion. Unë kam u angazhu në drejtim. Nuk e them që e bëj pendën unë i vetëm, sepse s'unë e bëj. Por e shtym përpara. Kam e shty përpara. Sepse edhe kur duke qenë qeveri kam provu me shty përpara. Kur s'kam qenë hiç kandidat për Prizrenin.
unazën e madhe, ka me shty për para, i pëlqej Albini si pëlqej, unë ka me shty për para, s'po them që kry për 4 vjetë, sepse ka kosto, tereni, shpronësimi, krejt ato, i kem të kostume këto punë, ama kemi me e nisë. Sot s'kemi zonë ekonomike në Prizren, hiq. Komuna tjera, Suari ka po flet për zonë e tretë ekonomike. Ne s'kemi zonë ekonomike. Bizneset e Prizrenit po ikin në investimin në Rahovec në Suari. E unë po i tham, jo që kemi me funksionalizu këto, që o bo dise jatë për 2003-ës, po dhe 5 tjera kena me i planifiku. Dhe kur ti planifikon 5, nuk do me thonë që i funksionalizon të 5-tat në periudën 4 vjetë. Shprej vizion, e të studje dhe unë me nëj që mundemi me i bo ato. Ta është të mbetëm pak të shqirtote. Ka një perceptim publik, sidomos në nivel nacional, ata që nuk e njohin problemet e Prizrenit, sikur diçka oponuan Prizren. Ta është me thonë drejtën kështu. Shadërbani as që ka qenë projekti i Shoqërtotës, nuk ka qenë premtim. Ka qenë i vetëvendosjes, i Mita Heras Kukës. Ai ka menuar që fiton edhe e vazhdon. Nuk ka fituar dhe nuk e ka vazhduar. Premtim elektoral Shoqërtota Shadërbani s'ka pas fare. Çka ka pas Shoqërtota? Nën kalimin tek shtëpia e Bardh, e ka pas teleferikun, e ka pas 10 fshatra turistike, e ka pas stacionin e ri të autobusave dhe i ka pas parkingjet nëntoksore, projekte kapitale. A e mba? Asnjëun nga ato nuk e ka nisë. Dhe tash kur del për shembull gapi ose dikush tjetër thotë 90% janë realizuar. A di sa po vjen me qesh, a di si është kjo? Çeni krahasim. Sigur Albin Kurti që thoshte çka po bëjnë zhurmë këto bizneset për liberalizim tregut të energjisë. Vesh 1% e kompanive të Kosovës këta e përbëjnë, domethënë për nga përqindja e numrit të bizneseve, veç 1%, po nuk folke që ky 1% që është 80% i aktivitetit i ekonomisë. Dhe kur e lexoj aty e shoh që ka shmledhë i ka majt, që ka çto i ka bë 90%, po them, marrë veç po projektet kapitale ku janë? Me bë me vlerësu projektet kapitale, zero, nuk del 90% realizimi, zero realizimi, sepse nuk ka nis fare. Gjithçka u reduktu në Shadërvan, e që para to kemi vrejtin e se si është bë, sepse shumë pjesë të kaldërmit janë heq, e mos harroni që me shku në Turqi sot, me folë për kaldërmin, ata thojnë Arnaut kaldërmasi, do më thënë ata e quajnë kaldërmin si çështje e shqiptarëve. Stamboll me shku, në Ankara me shku ata e quajnë, ne kemi heq një pjesë madhe nga Shadërbani, dhe me ne që është bë krim, po me gjithë atë heshëm po duket, mirë po duket. Ajde po ja pranojmë. Okej, s'ka qenë projekti yti, e ki bë mirë. Sa të ka kushtuar kjo? 5 milion. E sa i ki pas buxhet për 4 vjet? 300 milion. E ku kanë shku 295 milion tjera? S'ka përgjigje. Edhe diçka thot, e kum rënu një shtëpi, e kum zhblloku tranzitin e ri. Ka pas vendim gjykate për ata. Domethënë, është reduktu mënyra e diskutimit, e vlerësimit, e politikbamit Prizren shumë keq. Prandaj unë po mendoj që gjitha projektet që i kam thonë këtu, një pjesë madhe i realizoj për 4 vjet, mësimin gjithë ditor po mendoj me fillu me apliku. Cilësinë e shërbimeve shëndetësi kemi me rrit drastikisht e krejt këto, por edhe projekte tjera, si unaza e mesme, si revitalizimin e shtratit Lombardhit, kanalizimet këto që ka pashtu shifër 25 milion euro, kemi me i bo për 4 vjet. Kemi me i bo, besoni, po keq kam duhet, më duhet normalisht që njerëz më na dhon shansën që le të kaja më kthy mas 18 vjete e me vazhdu projekte. Natyrisht për një projekt 4 vjeçar nuk mundemi me përmbledh në një emision një orë, se veç kemi më rri një orë. Të rej sukses, të rej që e merr ato që synon edhe meriton, edhe Prizreni e voton atë që ata duan. Vlerësimet tash personale të zëmijat për ty janë shumë të larta, po megjithatë nuk kam e votuar në Prizren. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, mirupafshim.